Në një reagim të fundit maj helikopterit, njësoj si gjeli maj plehut, kryeministri Edi Rama shfaqi krenari se i kishte rënë Shqipërisë kryq e tërthor, si kryeshërbëtor i popullit, dhe se as rrugët e bllokuara, as reagimet nuk e tutnin karvanin e tij që ecën përpara pa u ndalur. Por fundja, çfarë do të them unë, tenxheret do të thonë atë që kanë për të thënë, dhe në fund fare, karvani do ecë përpara, qentë do vazhdojnë të lejnë, veprat do jenë të vetmet që do të mbeten. Shkruajti Rama në rrjetin X, ndërsa relativizonte bllokimin e turpshëm të rrugës kombëtare Elbasan-Korç. Arritja e parë e madhe ishin listat e deputetëve në vitin 2013. Shumë deputet i gjeti me qiri në qarqet më të mëdha të vendit, ku zgjodhi akademik në fushën e trafikut të drogës dhe prostitucionit dhe përdhunues të dënuar nga gjykata europiane. 7 deputet më vonë ja mori dekriminalizimi, por Rama e la shenjën me karvanin që ecën para. Pa u mbushur një vit nga qeverisja, kryeministri mendoi për buqësinë, duke gjelbëruar anë kënd vendin me kanabis. Përgjatë viteve 2015-2017, kultivimi i bimëve narkotike ishte investimi më i mirë, me bekimin e drejtpërdrejtë të qeverisë. Tonelata me drogë kapeshin në Itali, Greqi e deri në Gjermani. Në vitin 2017 u vërtetua edhe lidhja e ministrit të brendshëm me një grup të trafikut të drogës. Shkatrimi ndodhi edhe me arsimin në vend. Raportet ndërkombëtare e cilësuan Shqipërinë si ngelëse, sidomos në konceptimin e lëndëve eksakte, por me shumë probleme edhe në atë që quhet analfabetizëm funksional. Një tjetër dështim lidhet me sistemin e shëndetësisë. Një karvan i gjatë abuzimesh për dhënien me koncesion të shërbimeve bazë e kthyen motun e shëndetësisë falas në vdekjen falas. As burgosja e ish-ministrit Ilir Beqa dhe as procedimet në vijim nuk kanë dhënë sinjal për ndryshim. E nisi me kultivimin e konabisit dhe me mbjelljen e farës së korrupsionit në çdo nivel qeverisës, por kryeministri Rama ka me çfarë të mburet maj helikopterit.